Transmetohet në Egjipt për një djalosh I cili ishte diagnostifikuar me një smundje të rëndë. Dhe shkon në Angli prej Egjiptit, hyn në analiza të thella dhe mjekët I thonë që duhet të hysh në operacion, por duhet ta marrim lejen prej familjarëve të tu të nënshkruajnë sepse operacioni mund të jetë I rëndë dhe mund të jetë fatal. Djaloshi kthehet në Egjipt, e merr lejen e familjes dhe del I dëshpëruar sepse njeriu kur merr ndonjë lajm të keq, dëshpërohet. I humb vullneti. Njeriu kur merr lajme të këqija, kur ka ankthë, strese, depresione, I humb rruga. Çdo gjë bëhet e errët, edhe pse jene mesditë. Dhe I dëshpëruar djaloshi, duke ecur rrugëve të Egjiptit, e shën një kasap. Dhe ai kasap coptonte copat e vogla të mishit. Poshtë tavolinës së kasapit e pa një nën plak e shtyrë në mosh. I të bënte copat që binin tokë të kasapit. U afrua dhe I tha I loke, çka është puna, pse I të bën këto copa? Tha I kam 3 jetima dhe nuk kanë ngranë që 3-4 ditë ushqim. Andaj po I marr këtu në mënyrë që të çoj diçka dhe të ushqejnë fëmijët e mi. E preku djaloshin ky deklarim I kësaj nane. Dhe e mori dhe I tha kasapit, për 1 vjet e ke obligim t'ja dërgosh ushqimin tek shtëpia kësaj loke. Dhe u gëzua. Por më shumë u gëzua nana këtyre jetimave. Dhe eci djaloshi, por mbrapa shpinës, nana I ngriti duart. Lokja I ngriti duart dhe tha, o Zot, ky djalosh ashtu siç I ushqej fëmijët e mi. O Zot, lehtësoja sprovat në ato ditë kur ai nuk e pret fare. Shkoj tek shtëpia djaloshi e pa motrën e vet. Dhe I tha, vlla im, pse je kaq I gëzuar ti? Na e dim se çka ke ti. Pse po buzëqesh aq shumë? Tha motra ime, tha, sot du takova me një lokë dhe kështu, ndodhi pra, ja tregoj ngjarjen komplet. Motra u gëzua dhe ngriti duart lart dhe tha, o Zot, ashtu siç vlla im I ndihmoj ata jetima, o Zot, shëroje prej kësaj smundje që e ka. Erdhi koha që djaloshi të shkonte në Angli. Dhe para operacionit përsëri hyri në ekzaminim të thellë. Por për çudi, në ekzaminim rezultoi se nuk ka djaloshi asgjë në trupin e tij. Pra nuk ekzistonte ajo pjesa kritike që e kishte më herët në ekzaminimin e parë. Dhe mjekët u çuditën dhe thanë se nuk ka asgjë, andaj nuk ka nevojë që të futet në operacion. Këtë tregim e ka treguar Muhammed Hasani, njëri prej hoxhallarëve të Egjiptit. Andaj, vëlla dhe motër e nderuar, shëroni të smuarit tuaj me sadaka.